Horoskopi ditor e shtunë 29 gusht 2026. Dashi. Falujeve jeta juaj në çift do të ndriçoj sot. Nëse keni kohë që jeni bashk, do të keni një rizgjim të pasionit. Euforia do t'ju pushtoj. Edhe për beqarët do të vinë ndryshime të mëdha. Mundohuni të jeni të vëmendshëm sa më shumë të mundeni në mënyrë që të gjeni personin e duhur. Mos u gënjeni nga reklamat e bukura dhe të shpenzoni pa menduar, sepse do të pendoheni shumë shpejt. Demi. Përpjekjet që keni bërë kohët e fundit për të kaluar vështirësitë që ju kishin dalë në çift do të japin frytet e veta. Klima do të fillojë të ngrohet ndjeshëm. Atmosfera për beqarët do të jetë kaotike. Është më mirë të mos filloni asnjë lidhje sentimentale gjatë kësaj dite. Fal pozicionimit të mirë të yjeve. Do të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet dhe situata financiare do të jetë e mirë. Binjakët. Gjatë kësaj dite do të afroheni më tepër me partnerin tuaj. Disa prej jush do të dalin edhe nga një fazë mjaft delikate, e cila ua kishte ftohur lidhjen. Fal pozicionimit të mirë të planetëve, beqarët do të kenë raste interesante për të krijuar lidhje, por do të gjenden përpara disa zgjedhjeve të vështira. Mendohuni mirë. Mos e lini për nesër rregullimin e problemeve financiare. Sot është dita e duhur. Gaforia. Jeta në çift do të jetë mjaft harmonike sot. Do të ndiheni mjaft mirë fal për kujdesjes atij që keni në krah. Shfrytëzojeni sa të mundeni këtë ditë. Për beqarët nuk do të jetë ditë me fat. Jo vetëm që nuk do të vijë dashuri me shikim të parë, por as aventura nuk do të ketë. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë përpara se të hidhni hapat. Kjo taktik do t'ju mbrojë nga zhgënjimet. Luani. Yjet do të ndikojnë pozitivisht në jetën sentimentale të çifteve. Komunikimi do të shtohet dhe bashkëpunimi do të forcohet. Nga ana tjetër, beqarët nuk do të kenë ndryshime në jetën sentimentale. Prisni edhe pak nëse doni të gjeni personin e duhur. Financat nuk do të jenë të qëndrueshme, kështu që shmangni çdo lloj operacioni apo transaksioni. Virgjëresha. Prioritet sot do të ketë qëndrueshmëria në çift. Do të tregoheni pak më tolerant dhe të hapur me atë që keni në krah. Më në fund do të ndryshoni sjelljen tuaj. Beqarët do të jenë shumë joshës gjatë kësaj dite dhe do e kenë të thjeshtë të bëjnë për vete atë që pëlqejnë. Situata financiare do të përmirësohet ndjeshëm. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që ju tashmë mund të shpenzoni sa të doni. Peshorja. Atmosfera në çift do të jetë më harmonike gjatë kësaj dite. Do të jeni më të disponueshëm ndaj partnerit dhe nuk do të kërkoni me ngulm që të plotësohet ajo që dëshironi. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të mos mendojnë të gjejnë me çdo kusht personin ideal. Nëse nuk keni të ardhura të tjera përveç atyre që merrni në punë, nuk duhet të ndërmerrni operacione të mëdha financiare. Duhet të jeni vigjilent. Akrepi. Pritet që klima në çift jetë më e ngrohtë gjatë kësaj dite dhe tensioni që ekzistonte në çift të shuhet. Edhe ju dhe partneri duhet të tregoheni më të sinqert me njëri tjetrin. Beqarët do të mahniten nga dikush që do t'ju dalë para. Kujdes, mos bëni veprime të pakontrolluara sepse do të krijoni një imazh jo të mirë për veten. Financat do të fillojnë të përmirësohen ndjeshëm. Shigjetari. Do të ndiheni më shumë se kur të dashuruar me partnerin tuaj sot. Shprehini sa të mundin ndjenjat në mënyrë që edhe ai ta kuptojë rëndësinë që ka për ju. Beqarët, nga ana tjetër, do të kenë ndryshime të mëdha në jetën sentimentale. Mendohuni mirë dhe më pas merrni vendime të rëndësishme. Dielli do t'ju ndihmojë të organizoni me shumë kujdes buxhetin. Do t'ja dilni. Mos u bëni merak. Bricjapi. Yjet do të bëjnë çmos gjatë kësaj dite që të mbrojnë jetën tuaj sentimentale nga çdo pengesë. Nga ana tjetër, do të bëheni më optimist për të ardhmen. Beqarët duhet të shohin mirë rreth rrotull, sepse një person i veçantë do të interesohet për ta. Në planin financiar nuk do t'i keni punët shumë mirë. Do të tregoheni mjaft të pamatur dhe nga kjo sjellje do të keni mjaft probleme. Kujdes. Ujori.
Ata që janë në çift do të kalojnë një ditë të bukur dhe mjaft dinamike. Shfrytëzoni çdo sekond sikur të ishte e fundit. Ju beqar do e keni shumë të thjeshtë të joshni sot. Dëshirat tuaja më të zjarta më në fund do të bëhen realitet. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme, të cilat do t'ua përmirësojnë së tepërmi buxhetin. Bëni vetëm pak kujdes me shpenzimet. Peshqit. Jeta juaj në çift nuk do të jetë shumë e qetë gjatë kësaj dite. Edhe pse nuk do të keni probleme të mëdha, gjithsesi duhet patur kujdes. Beqarët duhet të përdorin të gjitha armët për të bërë për vete ato që pëlqejnë, komunikimin, flirtet e të tjera. Financat do të tronditen pak nga disa shpenzime që do t'ju duhet të bëni, por gjithsesi, ju nuk do të përballeni me probleme serioze.